aleanca që ka vendi ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është aleancë të cekët edhe ngushtë. Është aleancë për të kaluar. Kështu deklaronte Kurti si opozitor e si kryeministër, po jetëson qëndrimin e tij. 26 vjet më parë, SBA bombardoi Serbinë për t'i dhënë fund gjenocidit në Kosovë, tash po e nis dialogun strategjik me Serbinë, ndërsa me Kosovën, shtetin për mbrojtjen e të cilit ndërhyri ushtarakisht, vazhdon ta mbajë të pezulluar. SBA në shtator të 2025-s njoftoi se do ta ndërpres dialogun strategjik me Kosovën, teksa për këtë ia drejtoi gishtin Albin Kurtit. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar për një kohë të pacaktuar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën, për shkak të shqetësimeve se veprimet e qeverisë në detyrë kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë, duke kufizuar aftësinë e SBA-s për të punuar në mënyrë produktive me Kosovën për prioritetet e përbashkëta. Shkruante ambasada amerikane. Kurti pati bërë një përpjekje të dështuar për të thënë se kjo nuk ka ndodhur. Bëhet fjalë për pezullimin e planifikimit për dialog strategjik, jo të dialogut strategjik si proces të nisur. Madje kritikën për mos koordinimin me amerikanët, Kurti e tallte në deklarata publike, me koordinim apo pa koordinim, teksa injoronte të gjitha kërkesat e palës amerikane. Nuk mbahet aleanca me Dogipa. Tash po njëjtë, gojën plot refuzim për ofertën amerikane për gazin. Nuk e do atë e s'ka ndërmend ta pranoj, pavarësisht insistimit të përsëritur amerikan. Përderisa edhe në mundësitë e vogla që Kosova i ka të afrohet me Amerikën, në mënyrë krejt qesharake ata tregojnë se po i refuzojnë. Alulina Haxhiu është ftuar me ftesë nga Këshilli i Atlantikut, Pro Atlantic Council, që është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të qenë pjesë e një, mund të themi, round table. Në këtë rast besoj që ka qenë agjenda e saj që ja ka pamundsuar. Vox Kosova ka pyetur qeverinë për përpjekjet për rikthimin e dialogut strategjik me SBA-n, por nuk ka marrë përgjigje. Përderisa tash, në ditën kur Serbia e nisi atë, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha për Radio Evropën e Lirë se kushtet që Kosova të rikthehet në dialogun strategjik me SBA-n kanë të bëjnë me implementimin e marrëveshjeve të arritura.